Andaj në këtë lidhje direkte, në këtë bashkëbisedime të, do ta shfrytëzojmë për të kuptuar dhe për të na ndarë ai kujtimet e tij personale dhe politike, raportin e veçantë me Rugovën, si dhe për plot të pathëna që mbase nuk ka pas mundësi ti tregoj më herët. Zoti Rudi, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit. Dhe dëgjuesit e televizionit. Po të dëgjoj pak me vështirësi, po shpresoj që ti të më dëgjosh të paktën mua mirë. Po na lajmëroheni nga shtëpia juaj, apo ku është ai ambient që keni të varur atë fotografi mbrapa? Po jam këtu nga shtëpia ime në fshatin Rud. Kur është, nga cili moment, nga cila periudhë është ajo fotografi, se po arrim që ta shohim pak mbrapa jush? Po fotografia me presidentin Rugova është diku në mesin e korrikut, pasi që është kthyer nga Italia në Kosovën e Lirë. Ju sot ishit edhe pjesë e Akademisë për kujtimore të presidentit Rugova. Si e përshkruani këtë ndjesi, sidomos sot në këtë 20 vjetor të ndarjes së tij nga jeta? Po çdo herë për vjetoret e vdekjes së presidentit Rugova e kanë atë dhimbjen, sepse ka shku një njeri i madh i Kosovës. Ka shku një pushtetas i madh apo që themi në ati i themeltari shtetit e Kosovës, presidentit Rugova. Është një ditë e veçantë, ditë e dhimbjes, por një herët është edhe, mëjmë të thotë që edhe ditë e krenarisë, sepse Rugova fizikisht ka vdek, por jeton me punën e tij, me kujtimet e tij, edhe me punën, me trashëgimin që na kalon pas vdekjes. T'ju pyes pak, zoti Rudi, t'ju kthej mbrapa në kohë, e t'ju pyes pak për si dhe kur u takuat për herë të parë me presidentin Rugova. Në çfarë rrethana u takuat dhe çka ju tërhoqi drejt idesë së tij politike aso kohë? Po, me presidentin Rugova në taku në vitet 90-ta, pasi që jam kthyer unë nga Slovenia, kur në atë kohë isha duke punuar punëtor krahu në Sloveni, nga se nuk ishëm drejt shkollimi në Kosovë për shkak se ishëm pjesëmarrës të demonstratave i burgosur edhe të dytën dhe nuk ishëm të drejt shkollimi. Po pas arës së pluralizmit apo vitet 90-ta u kthyem në Kosovë edhe ku vazhdu shkollimin, pastaj takimin me presidentin Rugova e kom pas kur jam zgjedhur kryetari i forumit trajnori LTG-s Deka në Malishev, që kam qenë për 2 mandate. Po më thotë për vitit 91 e kënera ke pas takime me presidentin Rugova, biseda do të jetë rreth aktivitetit edhe gjitha ato proceset që i këna përcjell bashkërisht. Pas kalimit të viteve, si u ndërtua marrëdhënia juaj? Ka qenë vetëm për diskutimet rreth ideve politike, apo u krijua edhe një miqësi edhe një raport të ngushtë personal mes jush? Jo, u krijua jo vetëm për punët, aktivitetet politike mirë, po gjithçka është koordinuar dhe është punu mirë, edhe ka metë një miqësi e ngushtë me presidentin Rugova, nga se kom qenë një palohatshëm në rrugën e Rugovjana apo në rrugën e Rugovës, kështu me atë vijen politike për liri, pavarësi dhe demokrati Kosovës. A mund të më ndash pak disa nga kujtimet më të mira apo bisedat më të ngrohta që mbase edhe sot i ruani e i kujtoni shpesh herë, që i keni bërë mes ju të dysh, mes miq? Po ke pasur takime që kem dalë nga një herë në ngrohtësimet mirë, po veçanërisht ka qenë takimi edhe kur është kthyer nga Italia që kena prit te shtëpia kur ka qenë shtëpia e modës së Jugosllavë në atë kohë, aty ka qenë i Sënçedomon Miku, ka ardhur presidenti Rugova, aty ka qenë gëzimi më i madh i juan kur kena prit dorë për dorë. Mirë, po ka qenë edhe takimi tjetër që në Velani në taku dhe në ka urur për lirinë e Kosovës, për gjithë ato edhe për dhimbjet që kena pas gjatë luftës, viktimat, dëshmorët e lirisë, ushtarët e lirisë të Kosovës, do të gjithçka ka qenë, mirë po ka qenë edhe i gëzuar për ata që
u kthytën Kosovë, u mosh Kosova plot me njerëzit që ishin larguar nga vendi për shkak të luftës. Do të thotë ishte edhe ai ishte krenar, kështu e nika qepin që u mosh Kosova një herë me njerëz. Përpos Edhe ka qenë takimi tjetër kur në vitin 2000 e fitu të zgjedhjet lokale në tërë Republikën e Kosovës. Dhe në po këtë vetë, përpos këtyre takimeve që po përmend, të cilat kanë qenë kryesisht për të uruar edhe për të ndarë bashkë sukseset edhe kthimin e shqiptarëve në tokat e veta, 15 dhjetori vitit 2000 ishte nga ato takimet që nuk përfundoi aq mirë për ju. Pas takimit që kishit me presidentin Rugova, juve u sulmuat me një breshëri plumbash, teksa po ktheheshit nga ai takim. Mund të më kujtosh pak nga kjo ditë? Po, ishte një takim që kishte takimet e rregullta me presidentin Rugova, degët e LDK-s në çdo të premte. Edhe në takim kem shku me kolegët e kryesisë së degës së Malishevës, e kem përfundu takimin, gjithçka ka qenë në rregull në takim, edhe po duke kthyer jo larg Malishevës në fshatin Arllat, apo lagja Pytyzë, aty ka ndodhur atentati dhe në ora 2:35 minuta. Dhe nga ky atentat, nga ky sulm që ju është bërë, juve keni psuar nga ana fizike edhe sot jeni në karrocë. Po, atentatin ka pësu, jam në karrocë, kam qëndru për shërim në Itali një vit 2001 komplet, pastaj jam kthy në Kosovë, mirë po në karrocë po më ndalë, nuk ju ndalë asë një herë. Kam vazhdu takimet, kam vazhdu aktivitetin tim, një më taku me presidentin e madh të Kosovës, doktor Rugovin, edhe kështu që edhe tash ende po thuja që asë një moment nuk ju ndalë, asë nuk e kom tërmet të ndalë. A ka ndonjë gjësend apo një kujtim që e ruan akoma edhe sot nga presidenti Rugova? A ka diçka? Po, kam kujtime të mëdha që i ruajt nga presidenti Rugova. E kom shallin e tine që më ka dhënë drejt, e kam mirënjohjen që më ka dhënë presidenti Rugova, e kam edhe ata gurët e çmueshëm që jep ke presidenti Rugova një personalitete të mëdha. Do të thotë i ruaj me kujtim, i ruaj me një nostalgji të madhe, kështu që çdo herë kur i shoh, mendoj që ende është gjallë ai burri i madh. Dua që për fund të më thuash pak një përmbledhje të asaj se si mendoni ju, zoti Rudi, që brezat e rinj edhe Kosova duhet ta kujtoj për herë presidentin Rugova. Një fjali kështu përmbyllse. Po, edhe brezat e rinj që që kanë lind pas luftës, duhet të mësojnë, ne duhet i tregojmë brezat e rinj, duhet i lojnë edhe ndoshta edhe definicionin e shkruar që të mësojnë për rugovizmin. Se rugovizmi nuk është vetëm emër, po është definicion i madh që ne vetëm përbën shumë. Punën, aktivitetin, durimin, urtësinë, mirë po natyrisht gjithsesi edhe trimërien. Se po të këtu ti s'mundesh me qenë rugovist. Edhe në fund se gjithmonë presidenti Rugova thoshte që në radhë parë duhet të ruajmë shteton, që na ka ndihmu, mirë po duhet të ruajmë edhe njerëzit e tonë. Këto ka pas gjithmonë, edhe ato ende me mbajnë që me thonë me japin motivacion për punën më të tjerë. Ta kujtoni për herë dhe të mbani për herë kujtime si këtu nga më të mirat dhe mesazhet më të mira që u shtyjnë edhe për të vazhduar tutjet. Falenderit shumë që në këtë datë të 20 vjetorit të vdekjes së tij ishit i gatshëm që të lidheshit drejt për drejt në emisionin tonë për të ndarë pak nga eksperienca juaj bashkë me presidentin Rugova. Edhe ne ju falenderoj edhe juve për ftesën,
Knatësi. Dëgjuesit e juaj edhe punë të mbarë e suksese. Faleminderit shumë, zoti Rudi. Jam i ndërruar që më thirrni një datë rëndësishme për një njeri të madh. Faleminderit juve për mundësinë që na krijuat. Knatësi. Natën e mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Do të kalojmë tashmë tek diçka tjetër, radha për të mirëpritur të ftuarën tonë në studio.